dashur ish kryeministër për të gjitha të lashet dhe historitë që ke krijuar këtë vend në mënyrë sistematike. Histori të dhimbshme, emigrimin, histori të çdo shqiptari që nuk ka asnjë të drejtë, as me fol, e as me zgjill me shtetin e vet. Se ju keni kriju pushtet e jo shtet. Kam ardhur për thethin tem, rjallin tem, shëngjinin tem, Bagradecin, Karqën, Dërmiun, Palacën, Marinën e Orikumit, Kaninën, Nartën, Zvernecin, Sasanin, e sa të tjerë, që nëse do t'i listoj të gjitha, por ti, i padashur ish kryeministër, i di shumë mirë dhe s'kam nevojë të t'i listoj. Unë jam këtu që 3 ditë për protest. Kam lënë punën teme, familjen teme, edhe kam marrë për shqiptarët e mi. Unë jam këtu të protestoj për shpërdorimin e detyrës tënde me natyren i padashur ish kryeministër. Me prona private, mungesën e spitaleve publike për t'i shërbyer popullit dhe sëmundjeve të tyre, për të mos folur që s'kemi as aparatura e as rroga për mjekt, infermierët, pastrueset, por secili kërkon rishpete për të mjetuar. Ma duhet ta shkurtoj se edhe të tjerë ka nevojë për pak minuta. Jam këtu zoti ish i padashur kryeministër për dignitetin që ti s'ke dhe për dignitetin që ne i krijojmë. Bedorheqen, Rama je bedorheqen, Rama je bedorheqen. Dhe vetën 10 sekonda ju dedikoj disa borgje të bashkëvasës të aktualizuar me revolucionin që gjithë Shqiptaria po krijon. Dhe këta janë Qanju shqiptar për gjumi Qanju, e gjithë si vllazën e motra, një pes, shtrëngonju, e mos shikoni as majt e as djath, se shteti shqiptarit as Shqiptaria, qysh prej Tivarit e deri Prevez, gjithë kull shëndjeli, vape